nderuar kryetar të dhomave tregtisë të qarqeve të Shqipërisë, e nderuar kryetare Ines Muçosteva. Ju falenderoj për prezencën tuaj sot në këtë ditë të shënuar për dhomën e tregtisë Vlorë dhe një falënderim i veçantë për të gjithë kryetarët dhe sekretarët e dhomës së 30 viteve të demokracisë, shumica e të cilëve gjenden sot në të salë. Një mirënjohje për të gjithë ata tregtar, vlonjat dhe jo vetëm, të cilët shënuan organizimin e parë të dhomës së tregtisë dhe në vazhdimsi krijuan historinë e saj. Sot ne jemi këtu për të përkujtuar 105 vjetorin e dhomës së tregtisë, por që nesër ndoshta me daljen në dritë dhe të fakteve të reja, mund edhe kjo histori të përmirësohet dhe të ketë më shumë se kaq. E vendosur buzë detit Adriatik, Vlora gjendet në mes të dy qytetërime të vjetrave, lindjes dhe perëndimit, si një urë nëpërmjet detit të zi, arkipelagut, Adriatikut, për herë mes tronditjeve të invazionet dhe zhvendosjes të popeve dhe interesave. Kushtet për lundrimin detar dhe qëndrimin anirë në gjirën e Vlorës kanë qenë mjaft të mira. Asnjë pikë në gjithë bregdetin shqiptar nuk është i përshtatshëm për një vendqëndrim flote si gjiri i Vlorës. Pikërisht për shkak të këtyre kushteve pozicion gjeografik, në këtë rajon që është në kohët antike lindë një varg qendrar si Amantia, Oriku, Olimpia, Qerja, Spinarika, Aulona, Kanina, të cilat në funksion të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror, disa prej tyre prejnë dhe monedhën e tyre si monedha Amantion, moneda Olimpiastian dhe Oriku. Rajoni Vlorës del në fillimet e tregtisë njerëzimit në kohën e shkëmbimit mall me mall. Lëvizjet e lëndës së parë të Strallit, të atin me ngjyrmjalti, i përkas një periudhe kohore rreth 18 vjet më parë. Duke ditur tashmë që rrjedhja e lumit Vjos në kohët e vjetra nuk ishte aty ku është sot, por më afër vendit ku shtyhet sot qyteti Vlorës, kuptojnë se gjithçka zhvillohej rreth kësaj qendre. Qarku i Vlorës është i pasur me naftë, me serë, me gaz natyror, me krip, me dolomite, me stërale, me materiale ndërtime të tjera. Bitumi selenizës eksportuar nga Shqipëria që në periudhën e bronzit të vonë. Kjo është dhe e vërtetuar. Pusi i parë për kërkimin e naftës në Shqipëri u shkuan Drashovis të Vlorës në vitin 1918, i projektuar nga një gjeolog italian, ndërkohë që përshkimet e para për prezencë nafte janë që në vitin 1915. Transporti e kuroror në Shqipëri ka fillimet e veta në Vlorë. Italianët që erën në Vlorë në vitin 1914 ndërtuan vijin e kurororët apo dekovidin, si që kemi mësuar ta quajmë, që përbëhen nga dy linja, Vlorë-Kod dhe Vlorë-Selenit. Porti detar i Vlorës apo skela e Vlorës ka një histori shekullore duke filluar para erëson. Në shekullin e 4 të erëson, Vlora përmendet në listën e qyteteve tregtare si porti më i rëndësishëm, me detarit të zhvilluar dhe tregton ullinj, krip dhe ndrusore. Në mesjet në portin e Vlorës hynin rregullisht vapori austriak Lloydi dhe vapori italian Puglia, ku sipas një dokumenti të vitit 1804, i pari kishte kryer 224 hyrje dalje në portin e Vlorës dhe i dyti 181 hyrje dalje. Edhe Vlora, si një kazaj e rëndësishme në kohën e reformave të Tanzimatit, të cilat krijuan kushtet për lindjen e disa institucioneve të reja, përfshirë dhomat e tregtisë dhe gjykata tregtare. Duhet të kishte në këtë periudhë dhomën e saj të tregtisë, paçka se për këtë periudhë ende nuk janë gjetur dokumenta të sakta që do të jeni dritë mbi ekzistencën e këtyre institucioneve në këto vite. Një moment i rëndësishëm historik për qytetin tonë dhe për mbar rajonin ka ndodhur në vitin 1850, kur në Vlorë u themelua banga e parë në Shqipëri, banga me emrin Bezhani, pronë e familjes vlonjate me të njëjtin emër, fakti që gjendet në almanakun e bangave që botohet çdo vit që nga shekulli 19 në Londër dhe në vijim. Vlora ka qenë pjesë e rëndësishme e shërbimit ajror, që në fillimet e tij në Shqipëri, në 21 prill të vitit 1928 u inaugurua linja Vlorë-Brinzi, por fillimet janë qysh nga viti 1925 me fluturime Vlorë-Tiranë dhe anësjetra dhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Edhe pse nuk ka ende të dhëna zyrtare për të qenë të saktë në lidhje me organizimet e para tregtare të Vlorës, në një orë të tyre mësohet se në muajt e parë të vitit 1917, pra 105 vjet më parë, vit të cilin e përkujtojmë si vjet, tregtarët dhe pronarët të qytetit u organizuan me iniciativën e Xhemil Bej Vlorës.
nisma e tregtarëve u ndërmor për të vendosur një rregull në marrëdhëniet e tyre me portin detar të Skenës dhe tregtarët që vinë nga Berati, nga Fjeri, nga Lushnja, nga Basi, nga Gjirokastra dhe nga Përmeti. Pjesa më e madhe e tregtarëve u bashkuan për organizimin e dhonës, ishin shkotuar jashtë vendit dhe së tillë kishin informacion dhe kulturën për të ndërmarrë veprime të tilla. Pak më shumë se një muaj nga largimi i ushtrisë italiane nga Vlora në tetor të vitit 1920, tregtarët e qytetit organizuan në odën e tyre të tregtisë. Mbledhja u zhvillua në kinema Përparimi, aty ku sot godina e teatrit të qytetit, dhe në të morën pjesë rreth 30 tregtarë, të cilët zgjodhën këshillit administrativ i përbërë nga 15 antarë, ku përmendet Xhelmil Bej Vlora, Paneli Bezhani, Aristide Ruci, Sheref Dano, Shahin Haruni, Musa Jonuzi, Mateo Mathathia, Muço Shara e të tjerë. Ky këshill në mbledhjen e parë zgjodhi drejtues Aristide Ruci sekretar, Paneli Bezhani sekretar dhe Matia Mathathia arkitar. Në verën e vitit 1921, në panairin tregtar të Brindësit, morën pjesë dhe një grup tregtarësh nga Vlora, duke shënuar në këtë mënyrë pjesëmarrjen për herë të parë në një panair ndërkombëtar. Nga të dhënat e kohës mësohet se nga viti 20 dhe 25, Vlora kishte më shumë se 30 punishtë e vaj. Shkrojnë ku shtypeshin 2 gazeta lokale dhe një numër të konsideruar makina dhe shumë zanatësin të profesioneve të ndryshme. Në këtë periudhë krijohet në Vlorë klubi tregtar dhe shoqëria Vlora e Lirë. Dhe kjo u kthye dhe në një ngjarje për qytetin. Përvoja e krijuar për zhvillimin e tregtisë së Vlorës, qenia e saj si qytet port, ishin bazat forta për të krijuar në Vlorë një shkollë të mesme tregtare, e cila u çel në 8 nëntor të vitit 1924. Qëllimi i shkollës së vetme tregtare në Shqipëri ishte të përgatiste me kulturë të përgjithshme për të mësuar tregtin dhe për të bërë në punës të vegjës së shtetit ose agent të shoqërive tregtare. Firma e Qazim Kokoshit, frymëtarit Pavarësisë dhe kryetarit Bashkisë Shkodrës, ndodhen në kartmonedhën e parë zyrtare që u nxorr nga bashkia në 11 maj të vitit 1924. Vitet 30 të shekullit kaluar janë dhe vitet të mbara për tregtarët dhe industrialistët e Vlorës. Në këto vite, odha e tregtisë tashmë ishte një institucion shumë i rëndësishëm i jetës ekonomike në Shqipëri dhe në Vlorë. Dhe këto veprime janë imponuar nga zhvillimi i vrungjëm i tregtari i vendit dhe i qytetit. Në vitin 37, tregu i Vlorës përbëhej nga 500 dyqane, rreth 250 të tilla që kishte në vitin 1912. Kishte fabrika për punimin e ekullit, grurit, cimentos, fabrikë vaj, alkooli, sapuni, aku, imobileri dhe plot. Krijimi i dhomës së tregtisë pas luftës së dytë botërore ishte viti 1958, ku shoqërua me hapjen e tyre dhe në Vlorë njihen me emrin Vlora Impex. U quajt me këtë emër deri në vitin 1993. Nga viti 58 dhe në 93 dhomat e tregtisë ishin pjesë e administratës shtetërore. Në Vlorë, në varësi të dhomës së tregtisë, apo Vlora Impex, ishte dhe Vlora Sot, ekspozita që ne e njohim të gjithë, ku deri në vitin 90 prezantoi shumica e artikujve. Me fillimin e viteve 90, Shqipëria e dal nga sistemi komunist me ekonomi centralizuar, u përfshin në mënyrë kaotike në një periudhë tranzicioni ekonomik dhe shoqëror. Lëvizjet masive demokratike në drejtim të qarkut të dorë dhe kryesisht qytetit të Vlorës krijuan realitete të reja dhe në fushën e ekonomisë. Në këtë periudhë dhe më pas u krijuan shoqëri tregtare, të cilët janë thyer në fushë nizuesit kryesor të tregut të brendshëm. Dega e dhomës së tregtisë dhe Vlora Impex kanë filluar ndërtyrën në tetor të vitit 90. Sektori peshqimit, shitja e gazit, kurri natyror, tripa, prodhimi karike, hapja e tre qëndise të qilimeve, si gjatë. Në këto 30 vite, dhoma e tregtisë dhe industrisë Vlorë është rritur dhe zhvilluar në gjitha dimensionet e saj funksionimin me qëllim për të cilin është krijuar. Biznesi Vlorës ka rolin e vetë të rëndësishëm në këtë rrugtim, duke qenë një model i mirë bashkëpunimi dhe organizimi në dhomë. Janë me dhjetra biznese ndër vite, emra tregtarësh e biznesmenët, të cilët kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë pjesë e historisë së suksesshme të dhomës. Vitet e fundit me ndryshime ligjore, veprimtaria e dhomës tregtisë është zbehur pak në shkëlqim. Prandaj dhe ne si dhomë tregtie e Vlorës, por dhe në radhë kombëtar dhe dhomave të tjera, dhe krijojmë këto veprimtari për të promovuar këto dhoma që ato të ngrihen në vendin që u takon. Ju faleminderit.
Para vitit 90 ne kemi qenë një vend me ekonomi të centralizuar. Me vendim të qeverisë, në vitin 1990 u hapën për herë të parë dhomat e tregtisë, të cilat do të shërbenin si një hallk ndërmjetëse midis ndërmarrjeve të ndryshme që ishin shtetërore në atë periudhë dhe tregut të huajt të qenj. Personi i cili u ngarkua me detyrën për të krijuar dhomën e tregtisë është zoti Mezan Malaj. Pas tij, detyrën e mori detyrën e organizimit të dhomës së tregtisë dhe industrisë dhe Vlora Impex, më falni për emocionet, ju ngarkua zotit Tare Hamo. E ftoj zotin Tare Hamo për të bërë fjalë. Afroqi se të gjëjnë. Të nderuar pjesëmarrës. Në radhë parë, unë falenderoj drejtuesit e dhomës tregtisë aktuale për ftesën që na bën që të kujtojmë. Dhe kam shumë vështirë që ta përmbledh me dy llape një veprimtari. Si ju jeni në dijeni, deri në vitet 90, gjithë veprimtaria e tregtisë jashtme organizoheshin nga dhoma e tregtisë të Shqipërisë, e cila kishte edhe 10 ndërmarrje të saj sipas fushave: Mineralo Impex, Metal Impex, Agro Impex. Në rrethin e Vlorës në vitet 90 ndodheshin gati 17 ndërmarrje që prodhimet e tyre nxirreshin jashtë për eksport. Ishte sot e kalcinuar, acid kloridrik, ndërmarrja e gripës me 3 prodhimet e saj, ishte ndërmarrja e veshjeve, ishte xumti. Pra kishte një strukturë të gjerë të prodhimit, të cilat stafet e tyre gëzonin edhe një autoritet profesional, sepse njihnin ligjet, zakonet e tregtisë jashtme dhe ishin mësuar me këtë traditë. Vitet 90 deri në fund të viteve 93 janë vitet e lëkundjeve të mëdha politike. Në këtë kohor unë ndodhesha me funksionin e sekretarit të dhomës tregtisë dhe drejtuesit të Vlora Impex. Aktivitetin e kemi zhvilluar tek ish biblioteka e grabitur me ngjarjet e viteve 90 ose tek shtëpia e Qerem Bej Vlorës. Në harkun kohor të këtyre viteve ndodhin ndryshime të jashtëzakonshme. Ndrohen 6 kabinete qeveritare, 4 të Ardil Çarçanit, 2 të Fatos Nanos, të Komitetit të Qeverisë të Pluralizmit Politik, Pajtimit Kombëtar, dhe në fund me zgjedhjet e marsit të 92-shit qeveria Meksi. Pra, kemi një intensitet të madh të ligjeve. Në këtë kohor dalin gati 83 dekrete të presidentit Ramiz Alia. Lejon në prill të vitit 91 iniciativën private, e cila i jep një impuls të jashtëzakonshëm zhvillimit të biznesit të individit. Në dhomën e tregtisë, në ato vite nuk ishte komunikim në Itali. Funksioni jonë ishte vetëm të komunikonim me rajonin e Puljes. Pra, një prefektur me 350.000 banor kishin përpara gjithë biznesin e Puljes, e cila nuk dallohesh për ndonjë rritje të madhe ekonomike në raport me regionet e veriut. Megjithatë u gjetën të gjitha hapësirat. Komunikimi me Italinë atëherë bëhesh me një pasaport peshkimi dhe lundrimi për të vajtur në dhomat e tregtisë të Italisë ishte të merrësh i vështirë me anijet e peshkimit. Pas anijeve të peshkimit futet në portin e Vlorës idea due, e cila nuk mund të përballohesh dot nga ne sepse kishte tarifa shumë të larta dhe më vonë bëhet gjithë praktika ligjore dhe funksionon në portin e Vlorës trageti Roana, që ne në vlonjatët e quhenin Kaçolja, sepse kishte edhe shumë pak siguri. Çfarë u bë? E para që duhet përshëndetur ishte kjo: gjithë biznesi në portin detar dhe në ujërat e brendshme ju dha kompetenca të formojnë kooperativat e para dhe u jepën dhe drejta që të eksportojnë vetëm 25% të sasisë së peshkut. Dhe
kam këtu nderin që të kujtoj shoqërinë e Agathokli Lodit, shoqërinë e Kajtaz Zalikos, shoqërinë e Lurzim Xheros, e Jani Gerveni. Këta ishin pionerët e parë të biznesit. Këta e kishin trashëgim nga sistemi më pashëm që qonin prodhime. Mbas tyre filloi, ne s'kishim hapësira të tjera, filloi të studionin punën me material porositësi. Pra, megjithëse ishte periudhë shumë e vështirë, me ndërmarrjen e veshjes u angazhuan disa firmash të goja italiane. Njëkohësisht organizuan shoqëritë e para transporti. Kuqo i thonë, që i pari që fillonte, italiani Cosimo, që prunë makinat e para dhe merreshin licencat për ta. Pra, dhoma e tregtisë të Vlorës u kthye në një qendër që nuk i përballoje dot të gjithë. Ne morëm përsipër të trajtonim, gjë që ja këshilloi edhe udhëheqjes së sotshme, që të bëjnë biznes, se nuk mund të mbahesh me kuotat e antarëve që dëshirojnë të derdhëshkohen. Ligji sot ju lejon ta bëni biznes, siç ja lejon edhe bashkisë. Nëse në vitet 90 dilnin nga porti i Vlorës mbi 47 artikuj, sot nuk e di se çfarë prodhime dalin nga porti. Nuk e kam informacionin dhe nuk bëj kështu ide. Por di që Esen Çelebeli nuk del, di që sholl nuk del, di që fazan nuk del, rëshin nuk del, ne nxirin ato. Kryp dilte, acid kloridik dilte, prodhimet e veshjes i nxirin në eksport. Njerëzit i mbajtin në punë, në ndërmarrjen e veshjes janë futur mbi 250 veta. Në ndërmarrjen e prodhimeve artizanale prodhoheshin rrobat gjithnjë mbi bazën e aktivitetit. Njëkohësisht, nëse ju kujtohet këto moshat e mëdha të karakterit tim, gjetëm dhe morëm të gjithë mallrat në Romë me firmën Profil Italia dhe mbushëm Vlorën me konfesione, mbushëm Vlorën me çizme për gratë, u bën të gjitha kafe gratë në asaj kohë. Dua të them që janë bërë shumë gjëra të mira. Unë pata rastin që të njihja zonjën që kam në krah, i bëra ca pyetje, më tha që është kufizuar bilet kryetari i sotshëm nuk merr as rrogën. Punon bulletan. Po shumë, domethënë, nuk shkon kjo. Duhet të hapet, Vlora duhet të hapet. Vlora nuk mbahet vetëm me turizmin. Turizmi është vetëm 2 muaj, zot i nderuar. Vlora duhet mbahet me bujqësinë, duhet mbahet me flektorinë, duhet mbahet me peshkimin, duhet mbahet me filltarinë, duhet mbahet me burimet minerale që ka. Dilte dhe dolomiti, edhe pluri, realcia, dhe çimendo pesin që kime. Sot se çardel, do na i thot drejtori portit, miku im. Gjithë të mirat dhe 2 llafe për autorin që kam dëgjuar që do shuaj dhomën e tregtisë. Historinë. Tash me atë djalë e Ergysit, unë jam njohur para 25 vjetësh. Një djalë i ri rinte prapaderës atje në prefekturë. Nuk fliste kurrë. Po vetë se po të merrte faktit të bënte qepazeat. Edhe një ditë i kam thënë, ore djalë, mos jep opinionet tim. Ti do gjykosh vetëm në bazë të ligjit. Këtë këshillja thoshja ti u bë ndër gazetarët, kishte edhe të tjerë, një nga më të mirë. Dhe kësaj radhe, më ka punuar të 500, më thot, më bë atë, thot, dua një mendim për historinë. Po ti shkruan kujtimet, i thash? Jo, nuk shkruaj kujtimet, historinë. Po historia do dokumenta, ku ti gjej dokumenta? Më vurin në punë 1 muaj e rresht, për të gjetur copza dokumentash, të cilët ja kam bërë një sintezë dhe nuk di se çka bërë me ta. Ti urojmë Ergjus Arushit suksese, sepse jep një kontribut në memorien e qytetit të Vlorës për një institucion mjaft të rëndësishëm. Faleminderit. Faleminderit zotit Hamon për fjalët e tij. Në vitin 1994 u miratua ligji për dhomat e tregtisë dhe industrisë në Republikën e Shqipërisë. Vlen të përmendim këtu kryetarët që kanë rrugtuar në këto 30 vite demokraci. Zotin Aslan Shakaj, kryetari i dhomës në vitet 95-97. Zotin Bardyl Nasto, kryetar të dhomës në vitet 97-2001.
Zoti Ngazmir Bega, president të dhomës në vitet 97-2001. Zotin Patriot Islamaj, kryetar të dhomës në vitin 2001-2007. Zotin Dritan Qela, president të dhomës në vitet 2001-2007. Dhe Zotin Edmond Leka, kryetar të dhomës në vitet 2007-2010. Gjatë aktivitetit 30 vjeçar të saj, nuk mund të lejmë pa përmendur momentin e vështirë për dhomën e tregtisë Vlorë në vitin 1997. Sfidën dhe detyrën e vështirë për ngritjen e saj dhe ndërgjegjësimin e biznesmenëve për të vlerësuar funksionimin e dhomës së tregtisë në një moment kur besimi ndaj të gjithë institucioneve në shtet ishte rënd. Ftoj për të ndarë me ne kujtimin e asaj periudhe presidentin e dhomës së tregtisë të dhomës së Vlorës për periudhën 97-2001, Zoti Ngazmir Bega. Përshëndetje të gjithëve. Kur fletet për 105 vite aktivitet, kuptohet janë disa momente më të rëndësishme dhe që ngelen në mendjet e njerëzve. Bëhet fjalë për vitin 97-2001, kur shteti jonë po thoju shkërmoj të them ashtu me popullori, institucione s'kish, pushtet lokal s'kish, dhe kuptohet në këtë situatë të tilla bëhet fjalë më për dhomën e tregtisë. Por pasi kaluan 5-6 muaj në këtë një pjesë e mirë e tregtarëve të Vlorës, biznesmenëve, e kuptuan duke pasur shumë të qartë që i vetmi avokat i tyre në marrëdhënie me qeverinë është dhoma e tregtisë, fillon të organizoheshin, dua të bëhet më në kështu, sidomos ndihmën e Zotit Bardhyl Nasto, të Aslanit, të Patriotit, e shumë të tjerë që nuk janë këtu, gati 20-25 veta, të cilët trokitëm der në der, ato dyert të që ishin hapur të asaj kohe, dhe arritëm që të bënim diçka dhe fillum në aktivitetin. Dua të them që patëm një mbështetje shumë të mirë nga pushteti lokal dhe nga zyra qendrore e dhomës së tregtisë. Ne arritëm gjithmonë me dashamirësinë e biznesit të krijonin një traditë dhe 3 vjetërisht ne bënim panajire në Vlorë. Bile vitin e dytë vini dhe nga Tirana dhe nga Fieri dhe nga përgëzonin që hypnin mundësi bizneseve të reklamonin prodhimet e tyre. Për fat keq, kjo traditë u ndërprer dhe nuk po vazhdon më. Tash unë dua të them 2 llafe që më shqetësojnë mua për të ardhmen. E në tha dhe në qikë zotitare. Ajo paga që zoti kryetar merr, për atë është e papërfillshme. Po paga është dignitet, paga është personalitet, paga është kredibilitet. Pse mund të punohet kështu? Në kohën tonë as bëj fjalë, ne kishim 8 veta në administrat, kishim një buxhet goxha të mirë, derte çdo biznes, kishim një aktivitet shumë të mirë dhe mund të trokisit të dera dhomës të mirë informacione për të gjitha aktivitetet dhe bizneset që zhvilloheshin në vendet Fqi, Italia apo Greqi. Sot nuk e di kujt intereson, po nuk e di s'është më ajo situatë që kemi pasur atëherë. Unë do të thoja që dhe marrëdhëniet me qeverinë duhet të jenë që të kujdesshme, duhet të jenë më aktive për të përmirësuar ligjin, se kështu nuk shikojnë një të ardhme të mirë të dhomës së tregtisë. Do na falni për kritikat, por ju uroj suksese. Faleminderit Zoti Ngazmir Bega. Një nga themeluesit dhe anëtarët e parë të kryesisë së dhomës së Vlorë është Zoti Anes Bezhani, pasardhës i familjes Bezhani, themeluese në vitin 1850 të bankës së parë në Shqipëri, Bankës Bezhani. Zoti Anes Bezhani është anëtar nderi i kryesisë së dhomës së tregtisë Vlorë. Në emër të Zotit Bezhani, ftoj për fjalën përshëndetse djalin e tij, Zotin Rinald Bezhani. Qiko, historie Vlorës është një historie çuditshme. Mase e aq e veçantë në atë këndin e vështrimit që askush nuk ishte kur ajo ta thonte në ato ngjyrat e saj që i takonin. Ndonjëherë keq treguar, ndonjëherë edhe falsifikuar. Ndaj atë iniciativën e Ergysit për t'i treguar diçka qytetit dhe generacioneve të tjera që vinë më pas për çudinë e madhe të këtij qyteti, doja që
mos mbeteshe vetëm në atë mjedisin e vogël të një historie qytetare. Në një koktej gazetar, shko më përpar nga Bled Feziu të Harian Qali, që mereshin me historinë e bankës së parë shqiptare të Bezhanajve, u kërkova të thoja diçka për qytetin, jashtë shtëpisë e familjes sonë të cilët bën një bankë. Sa do e bukur të ishte historia e familjes ime, ishte konturin e një gjendje të një qyteti dhe nuk mund të dilte do t'ja shti. Lindi aty e do vdiste me të tillën. Pa kush në qytet ka thënë që në atë godinën që nësot banka kombëtare, ishte një xhami. Ismail Qemali, vizionari papanshëm në atë kohë që vendosi të bënte bankën shqiptare, e vazhduar më mbrapa me qeverinë të Sulejman Delvinës, deri tek Ahmet Zogu në 25 që vendosi të bënte një bankë, çuditërisht në shtëpinë time nuk ishte thjesht derivati asaj bankës private Bezhanaj një rrugicë më tepër. Vlora ka një histori të çuditshme. Me që kam dhe gazetarët, një historinë e zërit të parë të Vlorës së gazetës, jo si rasisht e lindur dhe ajo në Muradije, në 43-shin, për para në një zetës me Voce del Valona të litur në italianët, duke ka thënë njeri që në bashkinë e Koculit, më mbrapa me të Vlorës, vite më mbrapa, ishte shtyp shkronja e parë që e metonte kartmonedhën e parë në gjithë historinë e Republikës së Shqipërisë. Vlonjate çuditërisht edhe ajo, dhe jo rasisht. Historia është e vogël e Vlorës, haq e madhe. Vlora është përbindësh, i ka ngrënë të gjithë, nga Mehmet Shehu deri tek i fundit. Sepse është një qytet vitalitar, i papar, spektakolar në të gjitha drejtimet. Komiteti Mysliman Shqiptar, duke ndjerë këtë fuqi, vendoste të prishte minaren e xhamis që ishte në qendër të Vlorës dhe ta bënte godin banke. Pse? Sepse në atë minaret ishte bërë folen një lejlek që vinte gjasme nga Meka. E pranoi si shenjë perëndie dhe i fali shtetit shqiptar godinën të bëheshe banka. Në rrugicën e Muradijes, atje ku sot është shtëpia e Timeti, ishte godina e parë e bankës shqiptare, banka kombëtare e Shqipërisë. Unikale, për para saj të Durrësit. Asnjëri nuk e shkrojti. Prandaj ftoi unë nis njerë për të shkruar historie Muradijes, ngeli rrugës edhe ajo. Mas e rgysi me shok, do shkruajnë ato faqe të parë të kapitalizmit të financuar me një lloj banke që ishte shqiptarja. Sepse banka nuk ishte kredimarse, kredidhënse, por financoi lindjen e kapitalizmit vlonjat në atë fillim shekullit. Mas edhe ajo e pjesë e historisë familjes ime është pjesë e atij puzzle-i të madh që vendoset dhe duhet të shkruhet ndryshe. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit zotit Renar Bezhani për të dhënat historike i fundamune. Në rang kombëtar, në dhomat e tregtisë dhe industrisë jemi të organizuara në Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë. Në emër të institucionit të Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë, ftoj zonjën Ines Muçostepa për përshëndetjen e rastit. Sot është një ditë feste dhe mendoj që gjithë ne kemi këtë emocion. Dajmë emocionin e 150-orit të dhomës Qarku Flor, një histori kaq e gjatë që na bën të gjithë krenar. Ky është Qarku i tretë, dhoma e tretë që organizon një event të kësaj natyre, dhe organizoi dhoma e Tiranës, Durrësi gjithashtu, dhe sot jemi krenar të festojmë këtë Flor. Për mua është një kënaqësi akoma edhe më e madhe, sepse me rrënjët e mia plonjate, nga Dukati, sot kam më tepër emocion që jam këtu përpara jush, sepse të gjithë zotrinj që folën në këtë moment janë pjesë e historikut, jo vetëm të këtij qarku, por edhe të kësaj dhome. Dhe ne përpara tyre mund të ndihemi edhe shumë të vegjël në këtë moment. Megjithatë, sfidat e dhomave të tregtisë tashmë janë shumë të mëdha. Të gjithë parafolësit dhe kolegët tanë folën për problemet që ato po hasin, në një moment ku sfidat janë shumë të mëdha. Vim në një moment vështirësie pas Covidit, luftra, ndërkohë që jemi në sfidat e integrimit evropian, bashkëpunimin me dhomat rajonale, bashkëpunimin me dhomat e Bashkimit Evropian për të krijuar urën ndisë të bizneseve tona dhe të tyre. Por ndërkohë duhet të jemi në oponencë të qeverisë akohë që flitet për mbrojtjen e biznesit. Unë do doja sot të uroja kryetarit tonë të Mir Beni
edhe vite të tjera në drejtimin e kësaj dhome. Ai e bën me shumë pasion, megjithatë vështirësi që folëm, prandaj edhe sot unë doja që t'i jepja e para një falënderim dhe një duartëkitje nga gjithë ju. Suksese dhe vite të tjera së bashku. Faleminderit zonjës Stepa. Ideja e që lindi në dhomën e tregtisë për botimin e një libri historik, në të cilin do të pasqyrohej veprimtaria e dhomës në vite, u konkretizua mbas një pune të gjatë komprimore nëpër arkiva dhe burime të tjera historike nga gazetari Ervin Salushi, me mbështetjen financiare të dhomës së tregtisë. Ftoi autorin e këtij botimi të ndajë me ne eksperiencën e tij në këtë. Zoti Ervin Salushi. Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj që jeni sot këtu të gjithë. Unë ju jam shumë i njohur sinqerisht. Shumica këtu prej jush jeni mbështetësit tim kryesor gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe për të jam sinqerisht prapë një njohës. Ky është libri im i 10 në gati një dekadë në 10 vite. Jam munduar dhe mundohem duke pas parasysh pasionin të bëj më të mirën për historinë ende të pashkruar të Vlorës, e cila vazhdon të jetë ende e pashkruar në madhësinë dimensionin e saj të vërtet. Edhe ky libër, edhe pse është herë e parë që botohet në një dimension të tillë, kaq të zgjeruar, sepse dua ta them që me që janë të ftuar nga dhoma tregtisë të Shqipërisë, dua të them që libri nuk është thjesht histori e dhomës së Vlorës, por është histori dhe e dhomave tregtisë së Shqipërisë. Aty ka vendimet e qeverisë, aty ka kongresë tregtare që janë zhvilluar nga rakontar, data, ngjarje, marrëveshje tregtare, marrëdhënie tregtare, janë bilance tregtare, janë shumë gjëra. Unë dua të falenderoj në veçantë dhomë tregtisë së Vlorës, zotin Bershani, i cili mundsoi botimin e librit. Dua të falenderoj sekretarin e dhomës zonjën Merita, sepse paka shumë libri i dhomës tregtisë është dhe një libër zonjash, prandaj ka dalë dhe i mirë sipas meje. Dua të falenderoj korektoren, redaktoren, mësuesin e gjuhës Durata Azade, dua të falenderoj përkthyesën Vasilika Prifti, dua të falenderoj në veçantë edhe bashkëshorten time, e cila është kryesorja e qendrës që krijon në gjithë mundësinë që krijon për të vazhduar botimet. Më është dashur punoj gjatë për të libër, është një periudhë gati 3 vjeçare. Jam munduar, e thashë një herë, që libri ka përsërit nevojë për fakte të reja, dalin gjithmonë në dritë. Unë kushtoj që ta marrë librin, jam i hapur për vërejtje, kritika, sugjerime, për shtesa, dikush tjetër mbas mua mund ta botojë më të zgjeruar. Nuk ka Vlora ka shumë nevojë për botime të tilla, sepse ka shumë pak histori të shkruar, mbështetur mbi fakte, mbi dokumenta. Unë kam punuar në arshiv, kam punuar në Gazeta e Vitit në viteve 20, 30, 40. Dhe mendoj që kam arritur diçka në mënyrë modeste, e them sinqerisht, jo për modesti të tepruar. Duhet ta dini, me që këtu u thanë disa gjëra më tepër, duhet ta dini që sot botosh një libër është shumë e vështirë, jashtëmasi e vështirë, sepse ka kosto, por ka dhe një mungesë, ka dhe një rënje të dëshirës për të lexuar, mundësisë për të lexuar, dhe në tilla kushte misioni është akoma edhe më vështirë. Unë ju falenderoj dhe një herë, shpresoj që me këtë aktivitet, me këtë festë, sepse mua botimi çdo libri është një festë më vete, dhe unë jam munduar gjithmonë që bashkë me librin të mblidhemi, të organizohemi, të diskutojmë, të debatojmë, të krijojmë atë njohje e reja, misi të reja. Ju falenderoj edhe një herë dhe ju ftoj kështu si qeni. Jemi përsëri bashkë në botimet e radhës, që do jenë parodistë e Vlorës së ri e tyre. Dhe në mars të 2023 do jetë 100 vjetori i klubit Kamotari, i futbollit. Kështu që shpresoj që të mbështesni dhe gjithmonë dhe moralisht dhe prezencë por dhe materialisht nuk është keq, sepse nuk është se unë çoj në lek shtëpi, po libat i vetëm në Vlorës. Faleminderit edhe një herë dhe
Jo janë milion. Faleminderit Ergys. Dua të shpreh së fundi falënderim të mirënjohje në emër të Dhomës së Tregtisë Vlorë për çdo kryetar, sekretar, president të dhomës që kanë ngjurmën e tyre në historinë e Dhomës së Tregtisë së Vlorës. Dua të falenderoj çdo antar të thjeshtë të Dhomës së Tregtisë në vite dhe të them faleminderit që ne jemi sot këtu fal jush. Faleminderit.